Shqiptarët e Kosovës vijojnë të jenë vizitorët më të shumë të vendit tonë. Shumë prej tyre vinë nga plagët e luftës së vitit 1999, kur pushtuesi serb nisi një spastrim etnik prej Kosovës. Të njëjtin fat pati dhe familja Hoxha nga Malisheva. Ajo u detyrua të largohej nga Kosova dhe të gjetej mbështetje në Shqipëri, por kjo e ka lidhur më shumë me vendin tonë. Nuhi Hoxha thotë se qëndrimi në Shqipëri ka qenë shumë i mirë, pasi është pritur ngrohtë dhe është ndihmuar në maksimum. Na janë shkuar drejt me autobusa në Virë. Kena bom dikon një 12 orë dohet. Në atë kohë rruga ka shumë e keqe. Edhe në Virë kena ne 3 muaj konvekt studenta, edhe aty kena kalu shumë mirë, shumë respekt prej e kam fjallën prej popullatës, na kanë ndihmuar çdo sen. Mas 3 muajve unë jam kthyer në vet. Se kom pas kjerën, se kjerën në murën shkijet, edhe këm ardhën kokë, se kom pas një zyrtar të vogël, edhe ata kom morën, edhe në shku drejtë për Prizren, ku janë hi Gjermant. Se hitën sefte Gjermant, na ikë, unë e mikën, familja, mas 5 dite janë ardhën atje. Por prej më shumë se 15 vitesh, çifti Nuhi e Mirzaçete e Hoxha e vizitojnë rregullisht vendin tonë, madje ata thonë se kanë shkuar në shumë vende turistike, kryesisht malore. Ata ndjehen si në shtëpinë e tyre, ndaj rikthimi për ta është gjithmonë kënaqësi. Na në Shqipëni që 15 vjet vim, me gruan 2 janë vet, vim të shtëpi, ka 10 ditë i bojmë edhe ikëm shkojmë shpe, rrim një natë 2 natë shpe, edhe shkojmë Valbon, ja 12 ditë rrim Valbon me gruan. Edhe pe Valbonës, ikëm edhe shkojmë Preval, Prizrenit, atje rrim 2 muaj. Ma shkurt, koha jone na ka lënë për pjeshtë. Shumë vend i bukur, shumë asi, shumë mirë, na pëlqen. Na erdhëm tash hitëm atje te Miloti, edhe në Borrel, edhe erdhëm tek nina këto nga dalë, dhe të shkojmë edhe në Bulqis, edhe Mëshëllare dhe drejtë të Shkëpi. Më pëlqen shumë Shqipëria, kam qenë me arë gjithë me vizitu. Vim shpesh, me burrin dalim. Thuja si me shku muji pa arë kënena me vizitu e pa mundshme është. Jemi nisë për Peshkopi, do të rrim edhe ditë edhe në atje, do dalim apet. Do ta vizitojmë krejt, ato fshatrat e Peshkopis i dina. Bjesht, çdo ujvar, çdo sen që 15 vjet rregullisht ka 2 herë në vit vina. Vina tash në maj edhe në shtator. Vim, mirë kalojmë, na pëlqen shumë, njerëz shumë të mirë janë, natyra shumë e bukur. Pasi kanë vizituar Matin dhe Klosin, destinacioni i radhës i çiftit Hoxha nga Malisheva e Kosovës është Bulqiza dhe Peshkopia, ku do të qëndrojnë për rreth 2 javë.